Shiko, në pamjen njerëzore, unë sot jam në pamjen njerëzore, duke qenë që unë me Artanin kam njohje gjatë edhe njohje miqësore, unë kam sot jam afër ti edhe në pamjen njerëzore të ti, të Albinës, bashortes, të fëmijëve, edhe të vllajt, pra të familjes nënës, pra në pamjen njerëzore. Nuk ishte ndjenje mirë. Sigurisht nuk do kisha dashur që të shikoja këto foto dhe nuk do kisha dashur që Artani nga një nga njerëzit më me talent në politikën e Maqedonisë të vinte këtu ku erdhi. Është një kohë e gjatë, mendoj që janë një seri gabimesh politike në 5-6 vitet e fundit që e quan këtu ku e quan, kështu që në pamjen njerëzore unë kam një solidaritet me të dhe me familjen e vet. Në pamjen politike unë them që ka bërë mirë që është kthyer edhe video, sepse i ka hequr një pesh edhe familjes së vet, edhe partisë vet, dhe ju uroj fat që ta kaloj sa më parë këtë hall dhe këtë problem, dhe të mos përdoret më si alibi, sepse fakti që si zëvendës kryeministri i parë ishte, nga zëvendës kryeministri i parë përfundoi një person kërkim, dhe aq më tepër që është në listën e zezë të SBA-s, ishte një pesh jo e vogël edhe për të dhe për familje, po edhe për partinë e tij. U pat krijuar një impresion që është shumë politikan pro-perëndimor dhe i cili dhe të futet në listën e zezë. Prandaj thash një seri gabimesh të bëra njëri pas tjetrit, që lidhen me korrupsionin. Mendoj që korrupsioni është pjesa më e vogël e kësaj gjë. Mendoj që gabimi më i madh që ka bërë zoti Grupi, dy gabimet më të mëdha që ka bërë zoti Grupi, është që mbështeti shpërbërjen e prokurorisë speciale dhe gjykatës speciale në Maqedoni si zëvendës kryeministri. Barabart me spakun e pra që ishte një projekt perëndimor. Dhe dyta, sabotimi i kandidaturës së Stevo Pendarovskit si president në zgjedhjet e fundit, duke nxjerrë një kandidat për president që ishte Bujar Osmani. Këto dy gjëra unë mendoj që perëndimorët ja faturuan. Mendon Kulla që është arrit ndonjë marrëveshje se është dorëzuar vetë? Shikoj, në pamjen njerëzore, unë isha i bindur që herët avon, po çfarë do bëj se nuk mund të qaj, po herët avon edhe mund çaj. Unë isha i bindur që Artani herët avon do të dorëzohej, sepse e kuptonte natyrën kritike ku ishte. Dhe aq më tepër që duhet i heq një pesh familjes së vet, edhe në pamjen politike dhe partisë vet. Por nëse Artani do të ishte treguar më i matur, më pak impulsiv, më i pjekur, do kishte shfrytzuar eksperiencën që kishte punuar afër me ndërkombëtarët në kohën që ishte zëvendës kryeministri, me siguri do kishim ardhur këtu. Dhe nëse do të themi është bërë koka e turkut, po, deri diku është bërë koka e turkut, e politikës shqiptarëve në Maqedoni, po për këtë ka dhe një merit madhe vetëm.